Deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim Ilir Hasani, përmes një preskonferencë ka reaguar ndaj shkresës së avokatit të popullit, duke vlerësuar atë si skandaloze dhe juridikisht i pabazuar dhe se cënon një të drejtë të garantuar edhe me ligj edhe me kushtetut. I pabazuar dhe i papranueshëm sepse e cënon një të drejtë e cila është e garantuar edhe me ligj edhe me kushtetut. Është e papranueshme që e drejta për të përdorur gjuhën shqipe në provime shtetënore të paraqitet se e drejtë që realizohet vetëm me kërkesë të kandidatit. Përdorimi i gjuhës shqipe nuk është as privilegj, as favor administrativ, por është e drejtë e garantuar me ligj dhe kushtetut dhe institucionet kanë obligim që ta zbatojnë atë me detyrë zyrtare ex officio, pa e ngarkuar qytetarin me procedurat e tjera. Po ashtu tentimi që kjo çështje të argëtohet me nevojën për harmonizim me ligje tjera, njësoj është i pabazë me ligji për përdorimin e gjuhëve i rregullon këto çështje dhe obligon institucionet për zbatim të drejtë për drejtë. Problemi nuk qëndron te ligjet, të nderuar qytetar, problemi qëndron te mungesa e vullnetit për zbatimin e tyre në praktikë. Qëndrime të tilla krijojnë konfuzion juridik, pasiguri te kandidatët dhe përbëjnë një hap prapa në standardin e të drejtave gjuhësore. Institucionet dhe barësit të funksioneve publike duhet të mbrojnë të drejtat e qytetarëve dhe jo të relativizojnë ato me interpretime të gabuara. E siç po e shohni ditët e fundit edhe vitet e fundit, krerët e shtetit me intencion po e relativizojnë çështjen e statusit të gjuhës shqipe, duke deklaruar se ju mund të flisni shqip, por gjuhë e vetme zyrtare në Republikën e Maqedonisë së Veriut është gjuha maqedonase. Në ndërkohë, edhe kryetari i gjykatës kushtetuese, edhe ministri i drejtësisë, jo vetëm që heshtin, po me veprimet e tyre dhe me mosveprimet e tyre, po i shkelin drejt për drejt ligjet aktuale dhe kushtetutën. Akoma më skandaloze dhe akoma më vetmohuese janë deklaratat e kryetarit të Kuvendit, i cili thotë se gjuha shqipe është e përkthyer që përbën një mohim flagrant i barazisë kushtetuese. Këto qëndrime dëshmojnë një realitet të rrezikshëm. Ligji po injorohet, ndërsa themelet e demokracisë dhe shtetit ligjor po goditen rënd.